Unë jam Urgesa dhe sot du m'ju përgjigj këtyre pyetjeve. Epopeja u që këstirët kështu për shkak se epope i bjen ngjarje heroike, e cila ka ndodhur me 5, 6, 7 mars 1998. Flakadonat janë simbol ceremonial që përdoret në përkujtimore lufta e sakrifica. Është nderim për dëshmorët, është simbol i shëndresës dhe lirisë, edhe ceremoni kolektive për kujtime. Për mi ditë bot kuptimet e familjes Ashari duhemi më kthy në vitet e 50-ta. Kur baba i Rifatit, Ademit dhe Hamzës, Shaban Ashari, me shkollimin që ka mujt me marrë atëherë, bëhet mësimdhënës ose mësues. Sikur sot trendet e TikTokut që influencojnë fëmijët, mësimdhënësat në atë kohë janë influenca e vetme për edukat, për historinë e vendit tonë, traditat shqiptare, që për Serbinë kanë qenë problemi madh. Serbët vendosin me andru shkollën hera nej her knej. Derisa me një moment, ai vendos më kthy në prekaz edhe më marrë me bujqësi edhe më përgatit familjen e vet se çka po vjen. Ndoshta sot nuk mundna me parashiku çka mundet me ndodh 5 vjet të ardhshme me Kosovë, por në atë kohë gjithë e kanë ditë që lufta është e pashmangshme. Si bab me ndikim tillë dhe ideologjitë e tina patriotike që i ka pas, djemtë Shaban Asharit kanë qenë gjithmonë sy të Serbisë. Ademi Ashari, në për shumë burime ai përmendet si pjesëmarrëse për demonstrata prej vitit 1989 dhe prej vitit 1990, emri i tij bëhet kogja e famshëm te autoritetet serbe, edhe si rezultat shumë shpesh u detyru me jetu në ilegalitet. Vitin 91-92, ai shkon në Shqipni për me marrë trajnime ushtarake. Një vit më vonë Serbia e dënon për veprimtari kundër shtetit, por ai hala e ka vazhdu aktivitetin e tij të armatosur në rrethin Drenicës. Cili do që është aktori ju i preferuar në filmave aksion që ju ka ik policëve, Ademi Ashari u kon një jetë reale ai person. Tu e pa Serbia influencën e këtij personi, Ademi e vullos frikën e tëne e bashkë me loj ushtrinë qëllimtare të Kosovës. Për çata ai quhet komandanti legjendar Ademi Ashari. E Hamza Ashari, vllai i madh i Ademi Asharit, thuaj që ka pas pasion aktrimin. Po realiteti e boni ata si bashkëluftar edhe kraj djathtë i Ademi Asharit, edhe njoni prej të parëve që kanë organizuar rezistencën e armatosur. Ka pas ndikim të madh në komunitet dhe ka ndihmuar në furnizimin e anëve. E ngjarja e 5-6-7 marsi i 98 që ka ndodhur prekaz të poshtëm në familjen e Ashari është porosit direkt prej Slobodan Miloševićit. Formula e matematikës është shumë e thjeshtë. Vraje themeluesin ushtrisë qëllimtare të Kosovës, edhe familjen, në mënyrë që krejt me ikë prej Kosovës, prej frikës. Kjo ka kriju një kundër efekt, bota apo që kanë bo, ushtria qëllimtare e Kosovës veç u shtupi trupave ushtarak. Sot e kësaj dite ka shumë pyetje rreth kësaj ngjarje. Mos harrojmë 3 sene, është që prekazi u rrethu prej 15.000 trupave. Policia Speciale e Serbisë, forca paramilitare, edhe ushtria jugoslave, cilë kanë sulmu me artilleri tron, me tenka, automjetet blindume, mitraljoz, snajpera e tjerë. E dyta është në kësë sulm se cili rregull i konventës Gjenevës është thy. Dhe e treta, veprimi për mos mundas si familje. Kjo për shkak se rritata janë rrit me bindje se liria edhe digniteti nuk mbrohen tu largu pi shtëpisë, po duke qëndru përballë rrezikut. Lavdi. Këtu ku të parë tonë kanë jetuar në shekuj, fe i lirëve e pellazgëve. Këtu edhe ne do ta bëjmë ndjekin. Kur nuk do ta lëshojmë këtu.